studio jemi tani në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këtë moment dhe gjithashtu mirëmëngjes të telefonata e parë për ditën e sotme e hënë 28 prill 2025. Telefonata përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dashur moderator. Mirëmëngjes zotëri. Unë jam Qazim Sakollari nga Fratra e Këlqyrës. Po Qazim, besoj të njohin që nga zëri tani. Baba im ka qenë i dënuar politik që në 11 janar 46, edhe sot e kësa dite ne jemi të përdjekur politik. Unë kam 2 djemë dhe 2 vajza të 4 me universitet dhe asnjë të punësuar në qeverinë Rama, sepse Edi Rama punëson oligarkët e tij, punëson ata që janë pa diploma, pa universitet, që kanë blerë diploma universiteti me lek. Ky është Edi Rama. Edi Rama sundon. Kush është Edi Rama? Edi Rama është ish partia komuniste, marksiste, leniniste e themeluar më 11 janar 1941. Edhe sot e kësaj dite, ata kanë ndryshuar vetëm emrin nga partia komuniste, marksiste, leniniste, partia punës, partia socialiste, dhe sot rilindëm do të ky, i gjati. Ky që po largon në çdo një orë 4 shqiptar nga dheu dhe pretendon që të jetë në pushtet edhe 4-5 vitet e ardhshme. Nëse do jetë Edi Rama në pushtet, në vitin 2030 do jetë në Shqipëri vetëm 1 milion pleq. O populli dashur, mos i shkoni mrapa këti djalit të Kristaq Ramës, që vali Havzinelën, ky që po varfëron shqiptarë çdo ditë, kur kishin Sali Berisha në pushtet, hanin bukë me Luk Florini, kurse me këtë oligarkun e blokut po han bukë me Luk Alumini. A di se s'foste një vajza, një shoqja e Sokol Hoxhës, që ky ka lëpirë pjatat tona, ka lëpirë, imagjino të kesh një sahan lëpirës kryeministër, ky që po largon shqiptarët, një gangster, një hajdut, që po vjedh çdo gjë, e djatha është marrësi, është dinjitet, e majta është taslik. Votoni të djathtë në popull, sepse e majta po largon shqiptarët, po largon djemt, po largon vajzat. Kjo është çmenduri e vërtet. E qartë. Mirë Qazim, faleminderit për telefonatën. Unë përshëndes, të uroj gjithë mirat. Pa fund, i dashur. Gjithë mirat dhe ti. Dëgjohemi bashkë sërish pas një javë, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Orë i gazet që po lexoj që ti shparë me fjalë kishte që prishet Pallati i Kongresit. Po. Do prishet, do bëhet kull. Jo, është gabimi më i madh i them kryeministit që do bëhet ti me fjalë me këtë gjë. Është në kuadër të ligjit të ri për partneritetin. Ajo ka vepra arti mrena, isoj si mbej që prishi komitetin. Kto janë vepra arti. Gjë vend e bëhet kullën me në vend tjetër i them nuk ke drejt ta prish atë. Ajo është bë me degat e shqiptarëve. Është bë me ajo ka vepra arti mrena. Sepse duhen me bë 2 veta pallata atje duhen me nejt kullka dhe prishet një. Si që është Pallati i Kongreseve, që ka njëra jo, atje bojnë gjithë koncertet, bojnë gjithë qona atje. Për ne, i them kryeministit ndil menen, deni këto kullën keku e po, ka vene tjera me po kullën, atë dene mos e prek. Si që poni nderi, që poni gabimin e mod me fjallë, që mori men të këtyne, inxinjerve, men të këtyne kokave të mloja me fjallë, kupton? Që poni gafën më të modhe që e prishi komitetin, se da jo ishte vepër arti, dhe s'po i lejnë gjotë Tiranës, ku më tha njoni, po rrugullohet Tirana. Me qa rrugullohet Tirana? Me kulla ka që Tirana ka qenë para demokracisë një kërë vepër. Gjithë vepër arti, gjithë lulishte, gjithë gjonat buka. Ta shi po shohin vetëm pallate, plaka betoni, asi gjotë tjetër nuk po shohin. Për e i them kryeministit gjithë menen, ato që po ta bëjnë atë këtë film, vejnë në rjeshtë. Atë s'ke po ta prish. Ka që kisha faleminderit. Të kuptova. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën. Përshëndesur e gjithë mirat, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. 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 Po, zotëri. Që flasim edhe neve një nga fratari i përmetit. Përshëndetje, fratari. Që gjova dhe gjova të paratorsin tani. Po. Edhe thoshte që jam kështu, jam ashtu. A i ka qenë një familje komuniste dhe flese ka qenë i dërnuar nga sistemi se vajte vodhi në depot e ushtrisë, këse ke i veshur oficer. Po ti nga e dini. Nga e dini. Nga e dini. Sakollari.
Po nga e dini ju që flisni kështu? Unë e di se e kam fshatar. Po mirë, a i del me emër. Ti del me emër? Po, me emër, se e një mirë se ku shesht. Po pra, po, a i del me emër, them, ti del me emër apo jo? Po ti të thashe njërë, a i që njërë, po të me njërë Po një kështu anonime ne nuk pranojmë këtu. Faleminderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, po. Sot të mora të falenderoj dhe sinqerisht të falenderoj dhe pse më kene ndërprerë telefonatën para të 4 ditë. Gjithsesi, unë të falenderoj. Unë falenderoj sepse u jep kohë të gjithëve, por unë kam bërë një vërejtje, ata që flasin me kam në tokë do t'u jap hapësirë. Edhe atyre që flasin kontra qeverisë t'u jap hapësirë. Sepse është një qeveri bandite dhe nuk diskutohet. Qeveri bandas, parti bandas, edhe që nuk diskutohet. Unë prapë do të falenderoj, sa herë të më do të preshështi telefonatën mua, unë do të falenderoj nderuar. Faleminderit për telefonatën, po ne kemi bërë një pakt bashkë që të lëmë hapësirë të gjithëve që të flasin vetëm njërë një javë me njëri tjetrin. Dhe jo vetëm bashkë me gjithë tjerët. Kështu që nuk ka vend për hatërmbetje në këtë mes, hapësira është për të gjithë, gjithashtu dhe për juve, por ta menaxhojmë kohën në mënyrën e duhur. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem na dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit. Presim një tjetër telefonat. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, zotëri. Alo. Gazetar Mëngjes. Përshëndetje, po. Jam një qytetar nga Tirana. Po, zotëri. Kam një ankesë në fjalë në lagjet time, po bëhet një banesë në fjalë që po prishet qyteti. Çfarë po ndodh? Po bëhet në fjalë një... Po, në çfarë lagje jeni? Në çfarë lagje jeni? Jam në PV-ja. Alo. Po, të dëgjoj. Jam në PV-ja këtu dhe po bëhet një ripari do bëhet një pallate të subet. Ne duam lulise. Pa një si t'ja bëjmë se punë, ne s'kemi ku tankojme ne. Vetëm në përmjet jusë. Po tani të bashkia, keni bërë ju kërkes? Dëgjoj tani, ata kanë ngritur me fjalë ato skelat, edhe thuaj nuk kanë ku kaloj njerëzia. Për është bllokuar dhe rruga, po mirë. Nuk di që të bëjmë. Tani kam dhe një problem tjetër. Po. Tani juve jeni me fjalë gazetar dhe prisit me fjalë kërkesat tona si qytetarët. Po. Tani, unë nuk kam këtë mendim. Këta që flasin për partitë, dhe të flasin në mbledhje kur dalën atje. Pse zin ato me fjalë hallet e njerëzve? Ju nuk do t'i leoni të gjera. Tani, juve zotëri kishit problem skelat që ju kanë bllokuar rrugën. Po. Të lagja juaj. Ka të tjerë që kanë probleme më të mëdha se ju, ata që se kanë partinë. Për partire të qasa që në mbledhje. Kanë problemin... I ka vërën 6 herë e në zidola. Kanë problemin më të madh partinë. Unë të kuptova dhe të falenderoj për telefonatën. Partia le të marrë këtë dojnë, ne kemi të problem. Të kuptova. Unë përshëndes, të uroj gjithë mirat, javë të mbarë në vijim. Faleminderit që ngrite këtë shqetësim. Nëse është dhënë leja pallatit, pallati do të vijojë ndërtohet. Përshëndetje, po. Ari Selenidës jo me. Po, zotëri. Po për punë me këti shpisë, nuk më vinë bashkia e me antë kërkesës që është bërë. Tani, nuk e di nëse në ndoqja ditë me avokatin. Po? Në ndoqja apo jo? Po, të ndoqja. Po. Nëse është një dëmtim, shtëpia juaj është dëmtuar nga shkaqe natyrore, apo? Po, është që pikon, na shiu edhe ky nuk ndërhyn. Ka qenë këtu me deputetin, i ka thënë duhem dyrë dritare në hana që ishte miratuar në Tiranë. Të kuptova, zotëri, po... Edhe ky nuk ka ardhur që i pa bëri ca foto dhe u prit miratimi. Të kuptova, se ne këtë diskutime kemi bërë disa herë dhe thashë, nëse është për shkaqe natyrore të mëdha, si për shembull tërmeti apo fatkeqësi të tjera, atëherë është detyrimi që edhe sërish do më thëmë po një farë detyrimi i bashkisë prap mbetet për të diskutuar, po në rastin tuaj nuk është se është detyrim ligjor i kufizuar dhe i përcaktuar me kohë në ligj që për kaq kohë duhet të bëj shtëpinë ty. Më kupton? Unë të kuptoj ty shumë mirë. Po kur bëhet
Po, kur bëja kërkesën, jam miratuar, më thanë, aty në Tiranë, te ministria. Nuk mund t'ja edhe shfaj ministrisë, se ky mban për vete me deputetin. Të kuptova. Edhe të vijë të më qoj dy dritar ato që duheshin këtu, edhe se zdigje kryeministri se qa bën ky kryetar bashkie. Në rregull, mirë Këtu zotëri. për të tallu vinë edhe nuk se ku jeton apo i smur apo se ku bën mos ndërgoj policin mua, se policia të mbaj vendin e saj ku i duhet në stacion, e shkel ligjin, se unë kam dokumentu, kam kartelën e spitalit, që kam qenë spital. Kur kërkoj ndihmë mos ma dërgoj policin, se këta polica nuk e di gjë ministrie brendshme se çfarë bën aty, se të vrasin edhe më ka dërguar atë punojësin e policisë, Xhevair Brodën, në Selenica, me ambulancën, 2 patrulla policie, për punën e kësaj që të kërkoj ty këtu si gazetar. Të kuptova. Sa mi dërgon? Ministria, se kjo mu të qësh një vrasja ditë që dola këtejna mbrapa banesës që dhe në tua që flë me frikë, që a i zonës me një 2 të tjerë. Mua më humbi në gjera këtu në shpi, më vjedhin, më bëjnë. Të kuptoj zotëri, unë të falenderoj për telefonatën dhe që ngresh qetësimin tënd në kohë për të zgjuar. Ne kemi diskutuar dhe bashkë ke diskutuar dhe me redaksin, kështu që për sa kohë nuk kemi të bëjmë me një detyrim ndaj bashkisë, gjithsesi mbetet për tu parë edhe shkresa që ke dokumenti me që thua që është miratuar fondi. Nëse është miratuar fondi, okej, atëherë ke drejt, po. Për sa kohë nuk ka një fond miratuar, atëherë nuk është detyrim që të rregullojnë shtëpinë. Gjithsesi, nuk duhet paragjykoj dokumentat e tua. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi, gazetar. Po, zonjë. Hera dyta si të marrë, sot 2 javë kam telefonuar nga Shkodra për legalizimin e nërtes. Po. Edhe s'ka marrë asnjë kontaktit. Keni bërë aplikim për legalizim? Po, qysh në 2011 edhe kam kontaktuar para 2 javë me ju. Po? Kam provuar disa herë më u marrë prap. Po, ashtë e pa mundën se televizori jem gjithmonë dhe News 24 edhe se lutem një gazetar shumë i nderuar veç do ples me do budallavicë që flasin me u shkurtu pak kohën e me u lënë pak hapësi njerëzve që kanë nevoja më të mëdha. Po, zonjë. A është e mundë në farnime të pres në farnime për jush? Sa unë qysh 2011, nuk di ku më shku me sy qafën tjetër, kam shku qina minja hen, hipotekta, disa, sot ashtë dëgjohë e mëllon, nuk di, te i Albania, shkojmë atje pagujmë lek, i thojmë asaj zojës, ka në informacion e gjohë, asë një gjohë, thot, unë nuk di, i kanë lonë automatikisht ata mesazhe, si pritni, tash 2 vjet, 3 vjet, nuk e di se sa mund t'jen koha e pritjes të ne, a punon kush, apo nuk punon kush, nuk dim se ku më drejtua, prandaj, për marrëm në televizor në rrugë të ujin. Faleminderit zonjë. Mund më jepni një numër telefoni, por gjithsesi për t'ju thënë paraprakisht, për procesin e legalizimit është 60 ditë. Nga jep dhe njëherë, po? Po, tjetër, a shumë faleminderit, a 068, po? 420, po? 16, po? 95. Ky është numri jem, edhe nëse ka mundësi punë politike të lonë dhe budallaviqe se ky shalatoni ka pas kohën e mjaftueshme tash 12 vjet me pa bo si ku Zvicrën, Shqipnine, asë gjë s'ka bo veç shkatrime, e shkatroj, ekonomin shkatroj e poplin specifikisht me këta marina, a shkon çdo zy nuk gjen asë dhe veç gjen dyrt e mëllna. Sot kjo i Albanias duhet me pagu, thot lek, po ku me pagu lek mojzoj? Duhet thot me pagu lek këtu, më lidh me Tiranën me pagu lek për me marrën legalizimin tem. Unë po i nap lek, po nuk di se ku i vas me allon. Po kujt po i jep lek ti? Unë nuk di, shkojmë te i Albania, a ka në i përgjigje në i diqa? Jo, thot nuk ka në asë zonë. Për me po thot legalizime, thot duhet thot me pagu se lo, thot kam pagu për vedi. Po kuj më imizoj me pagu, se unë nuk e di aty ashtë dëgjo online, unë nuk di kuj me pagu e. I thojnë 14 vjetë të i prit legalizimin e shtëpisë. Të kuptoj, zonjë. 60 ditë është afati për të kthyer përgjigje nga hipoteka për legalizimin ose jo të shtëpisë, nëse kualifikohet ose jo. Dhe juve, aplikimin besoj që është skaduar, duhet bëni një rifreskim të aplikimit për të marrë një përgjigje. Duhet kërkoni her pas here, zonjë, unë të kuptoj, po kështu funksionon si institucion dhe nuk jeni ju, po janë me mira, me 10 mira rastet tilla, më kupton? E di, unë shkoj te i Albania shumë shpesh,
Ka ardhur në diqa, asë një gjonë thot nuk ka ardhur. Po, pra, po, të kuptoj, po. Nësa është e mujton, ty po emisionet të televizorin tuaj, si po zgjidhni shumë hallë, shumë problemet njerëzve, ju falenderoj pa ma. Mirë, zorin. Faleminderit për telefonatën, ne i kemi numrin tuaj. Presim një tjetër telefonat në studio. Ka rënë linja me të. Kemi disa telefonata në pritje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Ju e më gjithë një atë i dashur gazetar. Faleminderit gjithë mirë dhe juve. Po marim në telefon juve për arsye se që është e vërteta zgjedhjet kanë një rëndësi shumë të madhe. Po. Por problemi është se Saliu, si gjithë ponët janë në politikë, vetëm se ka folur dhe ka bërë të gjitha të këshia të këti vëndi. Po? Dhe ka harruar a i se populli pa tjetër nuk i manë mend se shka bërë a i. Por Saliu ka bërë të 99% e ka bërë. Dhe a i nuk ka turp sot kur delë dhe thotë që unë do ngre pensionin, unë do ngre çmimet, do ullë çmimet, unë do bëj këtë, unë do bëj atë. Por harrojte në 2013 vajtëm çmimet në Filipist unë dhe Po. mbështetja e asistentat ka qenë vetëm 10.000 lekë atëre. Kështu që ne do të duam që i dashur gazetar... Po sot sa merr një asistent, zotëri? Sot ka ndryshuar plotësisht dhe tërësisht asistenca. Ka vajtur rreth 35-40.000 për njeri, domethënë ka familje që marrin edhe 100.000 lekë, domethënë 150.000 lekë. 35.000 lekë deri në 40.000 lekë, pra e blen një bukë në ditë. Po, e blen një bukë, por jo se është e mjaftueshme, por ndryshimi është i ndjeshëm në fakt. Me një bukë besoj se mjafton. Po jo, nuk e them këtë, në mënyrë absolute nuk e them këtë. Por them këtë tjetër që sigurisht domethënë ka ndryshim në raport me çka. Ta kuptova. Po në kohën e Saliut ishte edhe kjo i dashur gazetar që neve nuk kishim një fushë sporti, ndërsa sot janë bërë një 3 fusha sporti. Po sigurisht domethënë nuk bëhet fjalë për këta turistë që kanë ardhur këto vitet e fundit nga 11 milionë sa 12 milionë domethënë. Sepse kishte as infrastrukturë, kishte as kafshë. Po në sajt të aktualitetit të sotëm domethënë kanë arritur këto rezultate të operative. Të kuptova. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. Ju uroj një javë të mbarë në vijim, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Jam i kënë. Alo. Po zotëri, të dëgjoj. Po, më falë, ta ullë. Ta ullë i qikë televizorit. Ullën qikë dhe më thuaj. S'kemi kohë, kemi 1 minutë. Mirë. Unë jam i kënë nga Sauku. Po? Kam i problem me hipotekën. Çfarë problemi keni? Kam i problem me hipotekën se kam pasi bi vendosmje. Unë s'kam pas bi vendosje, për ashtu kanë bënë ata, më kërkuan letrat, bënë me ata të bori me noter, i bori me noter, ja kam shu edhe drejtërisë poshtë, edhe Marinas edhe drejtërisë të liqeni. Tani, nesër ne do të kemi avokatin, me cilin diskutojmë posaçërisht për pronat. Për kokën time nuk kam i javë që për të marë, kam marë në 30 herë për herë, në reshtë. Të kuptoj. Sot kam ka për zotin. Të kuptoj, po. Avokati mund të t'jap një përgjigje specializuar dhe ekspertizë
profesionale, zotëri. Po mirë, po unë po të pres, po unë po të marë, po nuk kap dot për zotër. Do telefonosh sa të hapim numrin e telefonit nesër, në rregull? Mirë. Faleminderit për telefonatën, zotëri. Faleminderit për shenjim. Kjo është telefonata e fundit. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do t'jemi me zotin Kujtim Hoxha.